Mirëmbrëma të nderuar shikues nga zgjedhjet 2025 këtu në Blu Televizion. Zgjedhjet 2025 në Blu Televizion janë një hapësirë e dedikuar tërësisht zgjedhjeve parlamentare të 11 majit në Shqipëri. Unë si gjithmonë jam me kolegun tim Ardi Stefa, analist në studio, që sot na është bashkuar dhe gazetari, kolegu im Enrik Mehmeti. Faleminderit dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Ditë për ditë, kuadri të themi zgjedhor po plotësohet, vetëm një ditë më parë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përcaktuar fletën e votimit me 11 subjekte zgjedhore, ndërkohë sot është përcaktuar dhe fleta e votimit me të gjithë emrat e kandidatëve në 12 qarqet. Dhe këtu jemi dhe qarku i Vlorës. Pikërisht sot ne do të flasim për koalicionin Djathtas për Zhvillim, ku në listat e hapura të Vlorës është deputeti aktual Arbi Agalliu. Unë kam kënaqësinë që kam të ftuar sonte. Faleminderit shumë Agalliu. Faleminderit për ftesën dhe ju. Faleminderit për prezencën tuaj. Kënaqësi. Ndërkohë që të themi si fillim. Kemi lista të hapura, por ju keni dhe lista të mbyllura, pothuajse rëndom siç është bërë dhe në këto partitë e vogla. Cili është ky truk që fshihen pastaj 4 emrat e familjarëve tuaj, e njerëzve të afërt të familjes, dhe pastaj shkojmë te listat e hapura. Nuk është thjesht çështja janë familjar apo janë njerëz të afërt, ata janë njerëz të cilët kanë dalë garant për të tërhequr në rast se po themi përfundimi i zgjedhjeve shkon me sukses për le themi koalicionin ton. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që për aq kohë sa ne publikisht kemi kërkuar lista të hapura, kemi kërkuar ballafaqim në vetë të parë me zgjedhësin, me votuesin, dhe kjo fatkeqësisht sipas marrëveshjes së bërë nga dy partitë, le të themi Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, të cilat vendosën të mbyllin listat për një përqindje të caktuar, ne pam si të vetmen mundësi këtë artific për t'i dhënë qytetarëve vlonjat në këtë rast dhe qytetarëve shqiptar në tërësi mundësinë të çojnë në parlamentin shqiptar atë individ që ato preferojnë më shumë në kandidatët përkatës. Pra nuk do duhet që sikurse po do ndodhi po themi partitë e tjera të mbushet një koshi me vota për të dalë 4 deputetët që janë të listë mbyllur në qarkun e Vlorës dhe pastaj nëse ka vota të fijojnë të hyjnë deputetë të cilët janë në listën e hapur, ne këtë gjë e çbëm duke pranuar, po themi, sfidën si do të shkojë ajo për të përballur me qytetarët dhe për të qenë në lojë të hapur dhe të drejtë për drejtë me ta. E kemi ndeshur dhe tek partitë e tjera, pikërisht këtë artific siç e quan Agalliu. Është një, mund të them, një nëse do ta quajmë kështu karem në thonjzëm, por ideja është për të tërhequr pjesën e elektoratit sa më shumë, por edhe në një farë mënyrë mendoj që për ta pasur disi të garantuar ato vende të quajtura të sigurta. Ashtu tha dhe Agalliu. Është, shiko, ideja është që prej 2008-s nga ajo marrëveshje e atij viti ku gjithmonë më tepër që kalonte mundësia që qytetari të zgjedhë të preferuarin e tij për ta çuar në kuvend, skena politike shqiptare degradoi në një skenë ku lojtarët kryesor dhe vendimarrësit kryesor ishin kryetarët e partive, të cilët zgjidhnin përfaqësuesit po themi apo kandidatë për deputet që do të shkonin në parlament. Dhe kjo bëri që cilësia e deputetëve të degeneronte në nivele të cilat janë për të ardhur keq. Deputetë të cilët nuk nga pikpamja profesionale në profesionin e tyre nuk kanë elementë të cilët tregojnë një lloj garancie, po kështu dhe nga pikpamja morale shpesh kemi patur probleme, dhe kjo ka bërë që të zgjidheshin ata individë të cilët ndoshta do të ishin
garant për kryetarët për të votuar sikurse ata donin. Ndaj unë besoj që për qytetarët në përgjithësi dhe për vendin në veçanti do të ishte me denjë përfaqësimi në Kuvendin e Shqipërisë të atyre individëve të cilët zgjidhen në vetë të parë nga qytetarët. Kjo i jep më autoritet deputetit, nuk kthehet në një vegël të partisë të kryetarit, nuk shkon dhe përkthehet si një lëpirës ndaj kryetarit për të zënë një vend të sigurt në lista, por do ta bënte një individ me vlerë që të ballafaqonte veten dhe të tregonte aftësitë dhe karakteristikat e tij të cilat do të shkonin në ndihmë të elektoratit. Kjo ndodhi vetëm tek partitë e vogla apo jo, Stefan? Shiko, si për fillim do të thosha që kam ndjekur për gati 20 vjet punën gazetari në Greqi, unë kam ndjekur sistemin zgjedhor që ka qenë atje. Dhe është një sistem që është pak a shumë me listat hapura. Domethënë, trukun që kanë gjetur partitë e vogla, të cilat unë uroj të bëhen të mëdha nga vlera e votës, ose nga votat që ato do të marrin në këto zgjedhje, në Greqi votoj partitë që kërkojnë garë. Partitë që kërkojnë garë, listat e hapura, sepse dhe unë jam partizan i listave të hapura. Ishte një gjë shumë pozitive që këto parti e bën. Unë uroj që ta çojnë deri në fund, domthonë që të arrijnë të tërhiqen ata njerëz që kanë premtuar, sepse kështu me listat e hapura i jepet vlerë edhe meritokracisë, i jepet vlerë personave të cilët mund të kenë autoritet në fushat caktuara, që janë intelektual, njerëz të spikatur në ato fusha, të cilët në kushte të tjera ndoshta nuk do të mundin që të hynin në parlament, as të kandidonin, as të kandidoheshin, dhe në një farë mënyre listat e hapura të rreqin dhe atë pjesë të elektoratit e cila është e mërzitur nga kryetarokracia, që është e mërzitur nga futja në listat mbyllura e personave të cilët janë pjesë e establishmentit 34 vjeçar, dhe në këtë mënyrë me listat e hapura që të votojnë dhe të vej ai që ka qoftë edhe një vot më shumë, është një fakt jashtëzakonisht ose është një tregues shumë pozitiv edhe për demokracinë, edhe për jetën demokratike në Shqipëri, por edhe që t'u japi vlerë zgjedhjeve dhe votës. Edhe krenari për individin, për personalitetin, që votojnë me listat e hapura. Ndryshe nga ai me listat të mbyllura, mendoj unë. Do të jetë një garë. Edhe një kuriozitet nga diskutimet e javëve të fundit në Parlamentin Shqiptar. Pyetja dhe ankthi më i madh i kolegëve aty ishte: janë në listë të mbyllur, a janë në listë të mbyllur, po ti u mbylle, vetëm mbyllje dëgjoje. Nuk dëgjonte një që të thoshte unë do shkoj në listë të hapur. Pra dhe ata të cilët kanë kohë në politikë, dhe ata të cilët ndoshta nuk kanë kohë, kërkonin do e mos ishin listë të mbyllur dhe gëzonin të ishin listë të mbyllur. Ndërkohë që sot, jo vetëm në raport me maksimizimin e votës, kur punojnë 12 kandidatë në qarkun e Vlorës, nuk janë njësoj sikurse punojnë 2 apo 3 të cilët e kanë garant që futen në parlament. Ndaj dhe për maksimizimin e votës, por dhe për një garë të ndershme, pavarësisht se në Shqipëri shpeshherë kemi parë ata të cilët janë non grata, jo zoti Berisha në këtë rast, por individë të tjerë kanë katapultuar me vota më shumë në Parlamentin Shqiptar individ caktuar, sepse bota e krimit ecën, vota mund të blihet etj etj, prapë ne do duhet ta shtymë elektoratin shqiptar drejt, po themi, një lloj edukate të re zgjedhore ku zgjedh individin që ai beson më tepër. Pastaj procesi votimit nga momenti A deri momenti Z ku numërohen votat, ne jemi në realitetin shqiptar, kemi hasur dhe do hasim patjetër problematika, por ama ky duhet të ishte një hap i parë thelbësor drejt një Shqipërie do ta quaja europiane, por fatkeqësisht 2 partitë e mëdha ta quajmë vendosën që të mos ta bënin këtë gjë. Dhe kjo është një fatkeqësi për mua kombëtare në raport me atë çfarë qytetarët kërkojnë sipas mendimit tim dhe sipas atyre që megjithatë u rihap rruga e listave të hapura. Është një artific. Të shpresojmë në zgjedhjet e tjera do të jenë të gjitha listat e hapura. Zotja Galliu, unë kam këtu në dorë listat e koalicionit tuaj, djatas për zhvillim. Atëre, janë 15 emra, apo jo? Janë 16 emra, 4 janë në listë të mbyllur. 4 janë të listës së mbyllur, i kërkon sipas
Do qëndrojmë pak tek këto lista, domethënë çfarë evidentoni, çfarë veçoni. Po ti përmendun shpejt me që i kam këtu, ato janë publike. Në fakt, po e nis nga i pari deri tek i fundit, Dule Causha një nga, po themi, të parët e të djathtës në qytetin e Vlorës, inxhinier kimis, kontributori të djathtës shqiptare, Krisel Kaça, një vajzë e shkolluar dhe diplomuar në financë dhe në informatikë ekonomike, mbes në familjen e madhe të Sharrave në Vlorë, Tedi Bimbashi, mjek, nip në zonën e Orikumit, Orges Bufa, një djalë vlonjat, inxhinier, i cili ka qenë kontributor dhe aktivist, po themi, në skenën politike të djathtë në Vlorë. Pasaj, nga i 5 deri tek i 12 ka renditje sipas mbiemrit, sipas renditje alfabetik sipas mbiemrit. Jamun është një zonjë e nderuar, një sipërmarrëse aktualisht, Gjenevef Alibeaj, por në profesion artiste, piktore. Është një post sipërmarrës i cili përfaqëson diasporën, Arber Alimuçaj, i cili vjen nga zona e Lumit të Vlorës, përfaqëson diasporën në Gjermani. Kemi një emër, Migen Begolli, që do ta përmend në fund për të sqaruar arsye pse. Kemi një djalë, unë do ta quaja brillant në fushën e financës, Sajmir Berberi, që vjen nga zona e Nartës dhe Zvërnecit, mbasi emigracioni dhe shkollimi në Greqi, rikthehet dhe ribën po këtu një fakultet të dytë dhe është sipërmarrës sot. Kemi Luciano Bina, një djalë që po themi përfaqëson të rinjt e qytetit të Vlorës me dëshirë dhe i cili ka vendosur të krijojë dhe të vijojë të kontribuojë për qytetin e Vlorës. Kemi Rafael Bletën, dhe ky një djalë inxhinier në profesion që për mua është simboli atyre individëve që kërkojnë të arrijnë me forcat e tyre. Kemi Ana Curën, e cila vjen nga Qeparoi, vajza e themelusit dhe studentit të dhjetorit, Zoti Cura, një kontributori të djathtës shqiptare. Fernando Haskoj, dhe ky një financier, menaxher, lindur e rritur dhe banus aktualisht në Orikum. Giulio Kaja përfaqëson zonën e, le ta quajmë, të Novoselës, një ish sportist, futbollist, më pas aktualisht sipërmarrës dhe mbasi ka mbaruar shkollën për financë. Zoti Kulluri, që besoj që i njihet tashmë si kontributor dhe individ aktiv në politikën shqiptare, po kështu dhe Edvin Kulluri, po kështu dhe Elda Tafili nga familja Tafili nga Tafilat e Vlorës. Pra janë dhe fundit ajo që doja të përmendja ishte Migen të them sakt Migen Begolli, sepse vjen si pasardhëse e Mehmet Pashdrallës, ish ministër i pavarësisë së Shqipërisë. Sot është një nga aktivistët me zë në Gjermani, jo vetëm për çështjet, po themi, patriotike të Shqipërisë, por arsyeja kryesore që ne kemi për pjesë është fakti që e lidhim me pikërisht me atë që është simbol i partisë tonë, 1912, ku familje të mëdha, të cilat do duhet të vijonin përfaqësimin, ishte elite e kombit në atë periudhë, fatkeqësisht u azjesua apo persekutua nga i sistemi komunist. Pra në këtë kontekst është një listë me të rinj dhe të reja, me sipërmarrës dhe kontributor, duke u munduar të ketë një gjithë përfshirje të komuniteteve, të zonave, duke mbi të gjitha njerëz që nuk kanë konsumuar pushtet, le të themi, dhe nuk dim të flitet për ta ka abuzuar ato pa abuzuar ato, emrat të panjohur, të cilët kanë dëshirë të, por patjetër nuk na është rrahur veshi e nderuar, se është ajo pyetja, je i mbyllur, po ti je i mbyllur, po ti je i mbyllur. Kemi 30 vjet të mbyllur. Është momenti që duhet të hapemi aq sa mund të hapemi në këtë realitet. Kështu që unë besoj që është një listë dinjitoze. Sa mendoni që do t'i merrni të djathtës në Vlorë, se e shikoj me këtë faktin
Ju për shembull Arbri, nuk do donit ju të ishit në listë mbyllur në një prej partive të mëdha sot? Unë po ju a them me përgjegjësi të plot. Më është propozuar dhe besoj kuptohet nga dhe më është propozuar vazhdimisht. Unë kam patur një qëndrim dhe besoj që qëndrimi tim do të qëndroj koherent nga dita 10 shtator 2021 që kam në parlament deri sot. Unë besoj sot që politika shqiptare ka nevojë, s'po them të iki njeri apo të vi tjetri. E para ka nevojë të mbyll një lloj tranzicioni të mos ndëshkueshmërisë dhe të mosdhënies llogari. E dyta ka nevojë për hapje dhe për debat brenda llojit debat konstruktiv, jo fatkeqësisht problematikat që pati e djatha shqiptare, që zbesoj që ka ndonjë që i ka dashur, janë ngjarje që kanë rrjedhur, të gjitha palët kanë patur përgjegjësitë e tyre, por e rëndësishme është të jesh konsistent në një gjë që ti e beson. Fatkeqësisht kalimet e Ylberit për arsye personale nuk i bëjnë mirë politikës shqiptare, nuk i bëjnë mirë elektoratit shqiptar. Unë pash kolegë të mi që nga Ezeza i thanë të bardh, nga Maskara i thanë shpëtimtar, dhe kjo nuk shkon në politikën shqiptare. Ajo që ne besojmë është që ai elektorat që beson dhe ndan të njëjtin qëndrim me ne, të ketë një përfaqësi, në mënyrë që qytetari i Vlorës dhe në gjithë Shqipërinë mos të kenë në menun e tyre të zgjedhjeve vetëm dy subjekte të cilat fatkeqësisht gjithë jetën në këto vitet e fundit po ju ofron të njëjtën pjatë. Unë këtu dua që të ndërhyj pak edhe për te fjalëve të bukura që po themi dhe që unë normalisht jam dakord. Që ka ardhur koha që partitë e mëdha të dalin nga skena sepse janë bërë pengesë për zhvillimin e Shqipërisë dhe për ecjen përpara të Shqipërisë. Të jenë nga reale. Të jenë nga reale. Problemi qëndron këtu. Unë kur dolën listat, pardje, që e mora vesh bëra një koment i cili u quajt një koment epik dhe u bë shumë viral. Edhe unë bëra komenti që më shkruajta tekstualisht ishte kështu. Listat e dasmave më duken më serioze se këto lista të partive të vogla. Pse? Sepse vërtet aty janë futur disa njerëz të cilët kanë qenë pa komprometuar me pushtetin. Disa njerëz të cilët mund të jenë me të vërtet profesionistë të mirë. Mund të jenë me të vërtet njerëz pasardhës të disa familjeve të tjerë. Por të gjithë këta njerëz që janë në këto lista, me gjithë respektin e madh që unë kam për ta, a do e prodhojnë dot një mandat për lëvizjen djathas për ndryshim, për zhvillim, a do e prodhojnë dot një mandat për Partinë Mundësia, a do e prodhojnë dot një mandat për Euroatlantikët, a do e prodhojnë dot një mandat, një sekund, ta mbaroj arsyetimin sepse dua që të dalë diku tjetër aty. Domethënë, të gjitha këto, a do e prodhojnë secila nga këto dot një mandat? Shumë e vështirë. Dhe pyetja ime qëndron këtu. Në qoftë se ju si parti të vogla, që bët këto lista me këta njerëz të mirë, të cilët janë pa ndonjë përvojë politike, listën e Vlorës me përjashtimin tuaj dhe të Kullurit, unë nuk pash njëri që të ketë një angazhim politik i cili të jetë i spikatur. Mirë, po s'ka të thot angazhimi politik. Do me thënë, edhe në për shembull pjesa e 5 Stelle në Itali ishte një humorist ai që jo, po them që unë mendimin e ndaj me ty dhe në situatën që është aktualisht tani, po. Që ta përfundoj arsyetimin. A nuk do ishte më mirë për ju partit e vogla që të linit më njanë hatërmbetjet dhe të bashkoheshit të gjitha në një koalicion që lista e Vlorës për shembull të përfaqësohej nga ty edhe tjerë, pra mos të fragmentarizonit votën, të dilit një pol i tret, që mund të prodhonit edhe 2 edhe 3 mandate. Po pse nuk e arritët të ta bënit këtë? Të ardhe përgjim se nuk u arrit. Atere, unë ditë ju them të gjë. E para, kjo është si pula vezën apo veza pulën pjesa e... Sepse më falë, se do të presë që të bëjde që ta shtjelloj pak më të për arsyetimin. Pavarësisht se, unë nuk jam dakord me atë që thotë Berisha, që ju jeni opozita e opozitës, nga ana numerike e ka drejt thotë unë jam opozita, dhe ju po mboni opozit mua sepse po më coptoni. Dhe ai ju akuzon të gjithëve ju që jeni paterisë Ramës. Jeni paterisë Ramës, sepse në qoftë se do ta marrim të bardhën, të bardhë dhe të zezën të zezë, rezulton që ai pas ka të drejtë. Ja ta them unë, ardi shumë qetë dhe shumë saktë. Të jesh paterisë Ramës
me fakt, dhe t'jesh Paterisë Ramës me propagandë dhe gjëra të ndryshme. Unë quaj Paterisë Ramës Sali Berishin, i cili i dha reformën zgjedhore Ramës, si ja dha as Rudina Ajdari me Murizin në parlament. Që do të thotë, i dha votën e diasporës, që vota e diasporës sot është e patronazhuar. Të gjithë ndërkombëtarët tanë duhen ngritur qendra votimi në të gjithë Europën. Më mirë të ngelen 5 shqiptar pa votuar, po ata që votojnë t'ju lexohet vota saktë. Sepse çfarë ndodh? Nëse ti Ardi, shkojmë për të votuar, na merren shenjat e gishtave, na kontrollohet pasaporta, firmosim, janë 10 sy aty që na shikojnë, vejmë në një dhomë të fshet, dhe prap presion është për t'jetërsuar votën. Ç'mund të ndodhi me një emigrant të nderuar shqiptar që punojnë gjithë ditën në një punë të rënd fizike për 50 euro, kur i kanë shkuar sot për fajsus të Tauland Ballës dhe ju thonë 50 euro me në diti, këtu hap kanal, urdhë 500 euro, urdhë 100 euro dhe hajde me mua në matë zarfin kur të vi edhe janë në rregull. Këto po e thonë njerëzit, nuk po e them unë, se unë nuk jam atje ta shikoj. Po të njerëzit, po thonë ndërkombëtarët që nuk je Zvicër, nuk je Suedi, nuk je Norvegji të votosh me këtë. Dhe këtë ja dha votat nuk e votova, nuk ka votuar kundër, e votoi Sali Berisha. E dyta, 144 të dënuar nga SPAK-GKO u amnistua me votat e Sali Berishës. Nga këta një pjesë dënuese ishin të dënuar për korrupsione, për krime zgjedhore, që kishin vjedhur votat e demokratëve në 2021-shin. Pra, demokratët protestues ngjelën brenda. Pra, nga njëra anë u tha që kemi bërë një libër të madh të zi që do vemi të denoncojmë vjedhjet, nga njëra anë u bashkuan votat për të nxjerrë të tjerët nga ajo. Kështu që pastaj kush është Patericë është tjetër gjë. Unë personalisht kam mbajtur një qendrim për të dalë aty pse nuk u bë bashkë. Kam mbajtur një qendrim dhe kemi diskutuar me të gjitha subjektet e vogla. Të t'i marrë me radhë nëse doni dhe të të thënë çfarë ka thënë publikisht. Doja të shtjelloja me zotin Agron Shaj ka thënë unë nuk dëshiroj të hyj me askënd, dua të forcoj emrin e subjektit tim. I kemi thënë, zotri, nëse hyn vetëm ti mendon që mund të marrësh X deputet, po hyn të gjithë bashkë do marrësh X+1. Dhe ti nëse arrin të grumbullosh këto deputet, vazhdo mbas zgjedhjeve i vetëm, deputetët tu janë, sepse votohet në listë hapur e para. Pra ai refuzoi. Pse refuzoi, mund ta pyesni, nuk di të them. Kemi diskutuar me zotin Lapaj dhe zotin Shabani deri në momentet e fundit, por kanë patur një element ton. Ne nuk duam të bëjmë koalicion me askënd që ka qenë në qeverisjen përpara. Dhe ne kemi patur 3 individ në grupimin ton që kanë qenë në qeverisjen përpara. Zoti Dashamir Shej, zoti Enkelida Libeaj dhe zoti Edvin Kulluri, sekretar në një ministeri. Po mirë tash edhe nga Virgjeresha Maris do vinë njerëz. Atëherë për të kuptuar që kushtot jo në diskutim. Dhe i kemi thënë deri aty. Pra, e para nuk duhet të themi kush ka qenë apo kush nuk ka qenë. Duhet të themi është përfolur për ndonjë aferë apo nuk është përfolur për ndonjë aferë. A ka probleme ky individ apo jo? Se të punosh në administratë publike nuk është mëkat. Ka me qindra mira punonjës të ndeshur të administratës publike dhe në kohën e PD-s dhe në kohën e PS-s, njerëz të përkushtuar për atë vend pune. E para, e dyta, shkuam më tej. Kërkojmë po të doni dhe zoti Shaj dhe zoti Alibeaj dhe zoti Kulluri thanë po më, nëse është ky kushti të riqemi ne. Ikim ne. Po është ky problemi dhe bashkohuni. Nuk e pranuan as këtë. Tani me zotin Qori ndajemi në mënyrë tjetër gjë. Këto ishin partitë. Po, kam edhe një pyetje, që ta shtjellojmë këtë. Unë di nga burimet e mia, nga Tirana, që zoti Basha ju ka pritur deri në momentin e fundit. Për zotin Basha, atëre, unë mbaj përgjegjësi të plot nga fjalët që do nxjerr, po themi, sepse kam qenë pjesë e gjës. Zoti Basha dhe ju e dini shumë se sa unë personalisht kam marr balt në shpinë për të pastruar emrin e zotit Basha në një periudhë dhe kam besuar dhe do ta bëja 1000 herë. Pra nuk jam kundër asnjë gjë që kam bërë. Por në momentin që Vula kaloi tek Partia Demokratike, një pjesë e mirë e jona ishin përpara udhkryqit. O do ikim në shtëpi, o do krijojmë subjekt, se si do vemi ne të kërkojmë vot. Jemi në ata, dy mundësi kishte. Dhe zoti Basha e shtyti këtë proces pafund.
Dhe ne morëm vendim të krijojmë një parti siç e krijuam. Mblodhëm firmat, e krijuam. Zoti Basha gjeti një artific, mori një parti ekzistuese dhe ndryshoi emrin. I vuri emrin koalicion. As kjo nuk është etike dhe normale kur ballafaqor, se është truk. Nëse jemi ulur në tavolinë dhe i është thënë zotëri të nderuar, ka qenë zoti Jenkeli Dalibeaj, zoti Dashami Shej, zoti Basha dhe përfaqësuesët e gjithsecilit. Të bashkohemi të tre, sepse parimet janë të njëjta. Jemi pro mbështetjes së SPAK-ut, jemi pro orientimit perëndimor të Shqipërisë dhe për listat e hapura. Dhe madje betejë kemi bërë bashkë. Por me 3 kushte. Kushti është që emri i këtij koalicioni s'duhet të jetë as i joti, as i partisë time, as i partisë të zotërisë tjetër, sepse prandaj është koalicion për të futur në to ombrell të pakënaqurit që janë me secili nga ne, në mënyrë të maksimizojnë votat. E para, e dyta, përfaqësuesi i këtij koalicioni do jetë asnjëri nga ne. Do gjejmë një element tjetër, një figurë të propozuar nga zoti Albert Brojka e disa të tjerë figura të nderuara, dhe pastaj hajde të diskutojmë ndarjen e kandidatëve për deputet në funksion të qarqeve ku ka peshë më shumë njëri, ku ka peshë më shumë tjetri, mos të jetë në mënyrë të barabartë 1/3 e seciliit. U tha tekstualisht nga zoti Basha, fjalë për fjalë, jo, unë jam personi që kam deputetët, unë jam personi që kam më shumë vota. Pastaj, mbas negociatash, u ra dakord për emrin e koalicionit që duhet një emër tjetër, por duhet të jem unë personi që do udhëheq politikisht gjën. Ne besojmë që s'duhet jetë asnjëri, dhe gjithsecili bëhet një fushat. Dhe ngeci për një çështje teknike që nuk u troq. Tani, unë me dhunë nuk e bëj dot një marrëveshje të tillë. Pra, do ishte shumë me vlerë të kishte ndodhur kjo, sepse njerëzit që u njoh aty janë njerëz të nderuar, njerëz që kanë sakrifikuar dhe njerëz që kanë kontribuar, pavarësisht. Po të paktën këtu në Vlorë ne kemi shok miq të përbashkët. Absolutisht. Por problemi ja Firosina edhe një që ta përfundoj se ju mora shumë kohë. Unë duhet shikoj këtë. Me përjashtim të atyre strukturave që ka Basha këtu në Vlorë me Euroatlantikët, ashtu siç i ka nga ju partitë e tjera që keni bërë këto koalicionet, unë nuk kam parë në një strukturë. Keni struktura këtu në Vlorë? Po të thotë Arbi një gjë, po të flasim për strukturat, unë kam qenë ndërtuesi i atyre strukturave së bashku me 2 kolegë të mi dhe unë e di shumë mirë cilat janë strukturat dhe si janë strukturat. Unë di të them sot që ne në këto 6 muaj kemi maksimizuar aq sa mund të maksimizojmë në kushtet që u krijuan, sepse luftë me vëllin të erës ne nuk bëjmë dot dhe ti mbushim mendin një njeriu që zot ta ketë mendjen e mbushur, nuk e bëjmë dot. Ndaj ne kemi marrë përsipër me ato struktura që janë, ashtu si janë, diku nuk ka, diku çalon, diku nuk çalon, por kjo është një fushat, nuk është një fushat strukturash. Ne tani të flasim, ne në 2021-shin ne kemi qenë pjesë e Partisë Demokratike dhe ne nuk mbulonim dot komisionerët. Po, kjo është e vërtet. Pra, strukturat, Shqipëria nuk është një vend strukturash, sepse partitë marrin shumë më shumë vota se çka antarësit e struktura. Ndaj, kjo është një betejë me sakrificë. Unë i kam hyrë kësaj rruge vetëm për një arsye, me thënë të jemi sinqert. Shumë veta më thoshin triqu Arbi, s'ke qa bën, etj. I kam hyrë kësaj rruge për t'i qëndruar në fund, sikur dhe një njeri të më ketë qëndruar në krah, në qarkun e Vlorës gjatë rrugtimit tim, unë nuk do doja të thoshte, po mirë mo, kur mundësitë e tua ishin më të mëdha ti erdhe, tani që mundësitë e tua janë më të vogla ti ikën a lë. Të ndoqim në këtë rrugtim do nuk mund t'i lë. Dhe kjo është angazhimi parimore patjetër. Por jeni një koalicion vetëm me 2 parti. LZK e Dashamir Shehit dhe Djathtas 1912. Keni përballë një mazhorancë që në këto 34 vite, në 12 zgjedhje, 7 i ka fituar mazhoranca dhe 4 Partia Demokratike. Si e merrni votën e të Djathtës? Ne nuk po kërkojmë... Kështu të shpërbër, pra siç jemi sot. Është e vërtet që janë krijuar shumë kampe, por nëse do ta shikojmë ndryshe, kjo është gjë e mirë. Dhe është pluralizmi politik, mendimi ndryshe, qoftë edhe... Mirë, më falë, këtë mendimi ndryshe, do me thënë se ju thoni, mendimi ndryshe gjitha me radhë,
çfarë risie do sillni ju të re, duke nisur që nga fushata dhe deri nëse fitoni ose për shembull do jeni deputet nesër, pse njerëzit duhet ju votojnë? Është një situatë e tillë që kjo fushat do të jetë një fushat jo vetëm me forca politike, po dhe kandidatëve, dhe do jetë një fushat shumë e fortë dhe shumë e ashme në rrjetet sociale. Sepse nuk i shkon dot gjithë qarku derë më derë, domethënë, por gjithë lupa tani do jetë në televizionet lokale, në televizionet qendrore, në rrjetet sociale, e gjitha me radhë. Domethënë, dhe çfarë ju do ofroni më shumë? Duke nisur për shembull që nga ty, që më falë se po them ty, dhe me thënë që ke qenë në legjislacion. Për shembull, çfarë do bësh ti ndryshe atë që se bëre dot me Partinë Demokratike, për shembull, nëse fiton? Unë di të them një gjë që së paku nga deputetët e qarkut Vlorës, jam i vetmi, me fakt, verifikojni kur mbaroj komision, që kam denoncuar në SPAK 4 aferat të mëdha. 10 ditë mbasi kam hyrë në Parlamentin Shqiptar, kam denoncuar me foto takimin e Edi Ramës me Belinda Ballukun në Turqi për kompaninë që do të merrte tunelin e Llogaras, dhe i kam thënë, zotri, është paracaktuar tenderi, ja ku e ke, jo s'është e vërtet, doli më mbrapa. 1. Në Parlamentin Shqiptar. 2. Ka denoncuar në Parlamentin Shqiptar dhe jashtë Parlamentit Shqiptar dosin e Gazmend Pajës të lidhur me individ caktuar në Tiranë për pjesën e Jalës. Kam denoncuar me zë dhe me figurë në Parlamentin Shqiptar Damian Gjiknurin për çështjet e Jalës, ndërhyrjet që ka bërë në hipotekën e Vlorës, dhe disa prej tyre janë brenda dhe zotëria sot është në hetim. E katërta, Olta Gjaçka, në 4 mars 2022 kam qenë i pari që kam denoncuar Olta Gjaçkën për çështën e investitori strategjik. Këto jo se i zbulova unë. Do denonconi, do denonconi në këtë fushat? Më lita ta çoj deri në fund. Jo se i zbulova unë këto, por duke qenë që banorët e zonës ku unë bëra fushat, sepse në 2021 mua me që isha vlonjat qytetar, më besuan lumin e Vlorës edhe Bashkinë Himar. Dhe nuk më besuan qytetin e Vlorës. Por duke qenë në fushate, duke krijuar kontakte atje, njerëzit më kontaktuan dhe më denoncuan problemet që kishin me pronat e tyre. Pra dua të them këtë që mua guximi për të folur ballë për ballë nuk më mungon, sepse çfarë do bëj ndryshe? Do shikojmë denoncime të forta këtë fushat nga juve? Unë do denoncoj çdo rast që nuk, pavarësisht se gjykimi im e bën të fortë apo jo, çdo rast që evidentoj apo më vjen nga banorët. Dhe këto që thatë ju të forta janë, po do ketë? Nuk ka ndodhur. Besoj po. Dhe tjetër gjë. Më falë, e kam për të hequr atë dyshimin që ju, që si që për shembull ju kanë akuzuar, për shembull që jeni opozit, se këto me radhë. Jo, më flasim me fakte. Okej, në rregull, po në rastin konkret për shembull, do jetë rrjetet sociale, do jenë tuaja, për shembull, do jenë aktive, se ndoshta jo gjitha do t'i mbuloj media, por do jenë aktive në rastin e denoncimeve, të mesazheve. Kjo është bërë se ndoshta fushata problemi është ato nuk është ketë ndezur denoncime, se pastaj se ku do bëhen është punë tjetër. Prandaj po i bëj pyetje sepse këto problemi është të ketë denoncime. Tjetra kush është qëllimi, Enrik? Qëllimi është që Rama mos të bëjë 71 mandate. Ky është qëllimi, sepse të jemi me këmbë në tokë. Kam dëgjuar kolegë të partive të reja që thonë do marrim 71 mandate. Teje do bëjmë. Po nëse këto janë unë mendoj që do bëjmë çdo gjë që kjo mazhorancë mos të marrë 71 mandate. Dhe ky është një mision që besoj duhet ta ketë çdo qytetar, çdo politikan, çdo njeri i angazhuar politik që do të thonë objektivi juaj ky është që mos të ketë Rama të mos marrë 71 mandate. Po ju sa mandate mendoni që të merrni? Shiko, unë nuk di të them sepse nuk dua të gjykoj do marr apo atë. Sa objektiva keni? Unë di të them që është një listë e mirë në Tiranë, është një listë e mirë në Fier, është një listë e mirë në Elbasan, është një listë e mirë në Shkodër.
veç, po themi, po marrë qytetet të mëdha. Unë shpresoj shumë që qytetarët shqiptar, banorët e qyteteve... Po Vlorën s'po e përmend? Po Vlorën ta thash në fillim Vlorën e tha të parën. Po, nuk po Vlorën... Jo, them, po se thete kjo lista tani... Jo, thash veç Vlorës, po të përmendja qytetet e tjera. Vlorën e nisëm edhe i lexuam emër për emër. Unë shpresoj shumë që qytetarët vlonjat dhe qytetarë shqiptar të mos jenë peng e një politike të vjetër, ajo vot grita quajmë, apo ata njerëz të cilët janë të zhgënjur, pa ata cilët kanë kuptuar, ata cilët besojnë ndryshe, të japin një shans këtij rrugtimi. Cila është garancia? Garancia është me fakte vota në Parlamentin Shqiptar për mbrojtjen e sistemit drejtësisë, për qëndrimin, po themi, të orientuar drejt perëndimit dhe për listat e hapura. Po e tregoj me fakt, sikurse edhe partitë të tjera, por kemi qenë të paktët deputet, 2-3, po të merrni të lexoni votimet kundër amnistisë, ndërkohë që shumica dënuese dhe ata që flasin sot për drejtësi, ata kanë votuar pro amnistisë. Ky është fakt. Agalliu, e ndërpresim këtu për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi përsëri. Dhe u rikthyem përsëri, të nderuar shikues. Zoti Agalliu, atëre, si përballeni me sfidën e besueshmërisë me elektoratin, kur flasim që kemi një opozitë të fragmentuar tashmë? Shiko, njerëzit vlerësojnë nga aktet, vlerësojnë nga qëndrimet, vlerësojnë nga konsistenca e tyre ndër vite. Unë ditë të them që në aktet, po themi e mia, kam qenë konsistent. Dhe është dore që nga grupimi i Partisë Demokratike, sepse nuk pranova që drejtuesi i saj të kishte ato probleme që kishte me të drejta, por pa të drejtë nuk i hy. Pra aq kosa nuk e pranova në datën 9 shtator, besova që kështu do të jetë. Ndaj besueshmëria ka të bëjë tek individi, tek aktet që ka treguar. Thash, në raport me të bërit opozit, jemi 2-3 deputet të hapen, janë votimet publike në faqen e kuvendit, të cilët kanë votuar kundër akteve që kanë rënuar demokracinë. Dhe njerë është kodi zgjedhor, amnistia, vota kundër sistemit të drejtësisë. Këto janë element që dy partit që kërkojnë të mbajnë skenën politike i bashkuan votat. Personalisht kanë votuar, ose më saktë përfaqësoj tashmë një subjekt që ka votuar të gjithë përfaqësuesit në parlament të këtij subjekti kundër këtyre akteve. Kështu që kjo ngjelet pastaj të çdo qytetar të vlerësojë të gjykojë. Po, arbrit të bëj një pyetje se më ka bërë shumë përshtypje një fotografi që sot ka qarkulluar pak e zotit e bërë nga zoti Agim Rama, që jeni ju me zotin Çuçi. Me thënë, tregoj dhe fotografitë e tjera, tregoj dhe fotografinë time me zotin Berishën, me zotin Oka, më tregoj vetëm këtë. Patjetër që ke, por çështja ajo është një ju jeni një, me thënë një pjesë, me thënë jeni e djathat, me thënë në një farë mënyre. Por sot është komentuar shumë kjo fotografi që... Jo, po jemi dhe në qark. Dhe akoma më shumë shikimi juaj drejt fotografit. Dhe me thënë... Në qark më në Vlorë. Dhe me thënë, cila... Jo, më falë, më shumë jam kurioz. Çfarë keni biseduar në momentin e fotografisë, bashkë me njëri tjetrin? Në saj biseduam, por të jap përgjigjen. Unë kam Bjemin Agalliu dhe kemi vojtur nga luftë e klasave. Kështu që për mua nuk ka rëndësi është i majtë, është i djathtë, është i mesit, është lart, është poshtë. Unë jam një njeri që komunikoj dhe flas aq më tepër me kolegët aty. Problemi është kush bashkon votat me Çuçin, jo kush doli fotografi me Çuçin. Votat me Çuçin i bashkuan ajo që quhet sot opozit. Këta e bashkuan votat me Çuçin, si bashkuam ne. Këta e bashkuan votat me Ramën, si bashkuam ne. Si bashkova unë. Unë kam votuar kundër Çuçit. Një po biseda e djeshme, pse si ka qenë biseda e djeshme? Ja, them biseda e djeshme, aty është në hyrjen të Kuvendit të Shqipërisë, ku përballë janë të gjitha mediat e rreshtuara. Zoti Agim Rama është fotograf i Kuvendit të Shqipërisë dhe e kemi në faqen zyrtare të tij. Dhe këto portale që marrin foto nga faqe zyrtare dhe bëjnë sikur i kanë foto të nxjerra, janë sa për klikime. Siç kemi diskutuar. Mirë, foto është reale, s'ka ndonjë gjë të keqe, jeni te dera, një bisedë keni bërë, me thënë. Po te biseda jemi, çfarë bisede keni bërë, po na e thua? Diskutuam për pjesën e fushatës në qarkun e Vlorës, ku ishte shumë i tensionuar se
Partia Socialiste dhe ose më saktë vlonjatët po kuptojnë gjëmat e kësaj qeverie, duke i zhgënyer, duke i prerë në fytyrë. Zoti Çuçi, ju presim që të na jepni dhe juve versionin tuaj të kësaj fotografie. Patjetër. Jo, gjithsesi, do të thënë, duke qenë që qarkulloj dhe s'ka asgjë keqe që të komunikosh me kolegë, po ishim s'po na lindej kurioziteti që ta vlerësoj se ti një gazetarët e rrallë, guximtar dhe profesionist. falenderoj. Dhe bashkë kemi diskutuar edhe më përpara, po themi, unë kam ndjekur aq sa ka mundur, po themi ecurin tënde. Është e vërtet kjo gjë që shpeshherë disa tabu këtu duhet të ikin. Duhen thyer. Unë të kam kundërshtar në ide, unë të kam kundërshtar në mendim, unë të kam kundërshtar në atë të cilën ti përfaqëson për të bërë për këtë vend. Unë të kam armik. Nuk të kam armik, se s'kam se të kem, se s'më lidh asnjë gjë, as të njoh, as duhet të njoh. Ajo që ti thua si përfaqësuesi i të majtës për mua është gabim nga fillimi në fund. Dhe e kam deklaruar. Unë jam për taksa të ulta, për qeveri të vogël, madje një nga pikat e programit që ne kemi nxjerrë është ta bëjmë qeverinë me 10 ministri, 150 institucione. Dhe është një nga studimet brillante të bëra disa kohë më parë, unë kam qenë pjesë e një universiteti, për mos përmend emrin, ku një pjesë kolegësh kemi bërë një studim ku tregojmë eficiencën që do të ketë shteti shqiptar, qeveria shqiptare, dhe se sa para ngelen në xhepat e qytetarëve shqiptar nëse reformohet. Është marrë qeveria nga ky kryeminist me 80.000 punonjës afërsisht, dhe sot jemi 200.000 punonjës. Kur është futur digitalizimi, ai thot Shqipëria digjitale, thot kam hidh benjën, kam hequr sportelet. Si mund të heqë sportelet ti dhe të rritet numri punonjësve? Duhet të ulet. Merr vetëm hipotekën, mos shko gjikundi. Janë hequr gjithë ato sportele që ka patë hipoteka në rang kombëtar. Gjithë ato vende pune duhet të ishin minus sot, nuk duhet të ishin plus. Sot janë 200.000 dhe çfarë janë këta për të ndjes Frosina? Këta janë patronazhist, individ, qytetar të cilët kanë gjetur një vend pune për të marrë një rrogë në shkëmbim të një vote, sepse nuk ka asnjë argument tjetër. Ndaj idet na përballin, na bëjnë kundërshtar në ide dhe mendime, çdo gjë tjetër. Unë besoj që politika shqiptare duhet të shkojnë në një fazë të re ku të rrifen idet në mënyrë transparente, në mënyrë të hapur, për të bërë një gjë më mirë se sa është bërë deri dje. Okej, tani unë ju dëgjova dhe folët për politikën e madhe. Do të thënë se kemi politikën e madhe dhe politikën e qytetit, qyteteve të qarkut, do të thënë këto. Çfarë do ndryshuar sipas mendimit tuaj, do të thënë në Vlorë, Himar dhe Sarandë, për shembull, në atë këndvështrimin tuaj, sepse dhe njerëzit duan ta dinë, nëse duan që mendojnë të votojnë juve, duan të dinë dhe atë pikpamjen tuaj, pavarësisht se nuk i themi dot brenda një emisioni. Por ato pikat themelore ju i dini, do të thënë çfarë çalon që duhet ndryshuar, do të thënë sipas. Janë dhe djatas për zhvillim. Po pra, është tamam pyetja, do të thënë. Pikat kryesore dhe emri djatat për zhvillim janë politikat e djatha. Dhe politikat e djatha janë për një treg të lirë. Janë për një treg të lirë, janë për një qeverisje të vogël, janë për një barë fiskale të ulët, janë për një qarkullueshmëri kapitali nga shtresa e mesme, janë për një barë fiskale të ndershme, sepse kryeministri thotë sot jemi për një ndershmëri në mënyrën e mbledhjes së tatimeve, një tatim i drejtë. Nuk është i drejtë se Zamir Mane dhe Shefqet Kastrati që ndajnë dividend tatojnë 8% zotëri, ndërsa ti që merr rrogë, zonja që merr rrogë tatojnë 23%. Dakor? Pra nuk është tatim i drejtë, nuk është tatim i ndershëm. I ndershëm për mua është taksa e sheshtë. Fitove 1 milion lek, paguaj 10% të 1 milionshit, fitove 100 milion lek, paguaj 10% të 100 milionshit, apo 8 apo 11% si ka. Ky është tatim i drejtë. Është tatim që lë shtresën e mesme që bën qarkullimin e kapitalit, sepse ata që kanë shumë para dihet që konsumojnë jashtë Shqipërisë, investimet i bën jashtë Shqipërisë, pushimet jashtë Shqipërisë, marrin avion ikin jashtë Shqipërisë. Shtresa e varfër është një shtresë në nevojë e cila e ka detyrim moral dhe ligjor ta mbajë ky vend. Ajo që qarkullon paran dhe konsumon dhe çon përpara shoqërinë është shtresa e mesme. Ky ja zyri frymën me profesionet e lira. U desh një betejë
në parlament, dëshim vendim gjykatës kushtetuese dhe mezi po i kthen brapa gjërat. Pra ka një sër elementesh që përfaqësojnë politikat e djatha. Sa i përket Vlorës dhe qarkut Vlorës, ka plot problematika e qyteti, të cilat vinë e para si neglizhencë e administratës në këtë qytet dhe së dyti si neglizhencë dhe abuzim total i qeverisjes qendrore. Merrni vetëm çështjen e pronave në jug. Pronarët apo banorët autokton të asaj zone, po ju merret toka ditën për diell. Njëse kjo je edhe i prekur drejt për drejt, do të thënë se familja juaj këtë pjesën e pronave, ju besoj se keni arritur të merrni vetëm një 10% duket, ë? Është fatkeqësi që në 2025-ën, një gjë që duhet ta kishte zgjidhur Partia Demokratike në mandatin e saj të parë, është kthimi i pronës së pronari. Është e drejta e dytë themelore mbas së drejtës së jetës është e drejtë e pronës. Po të shikojmë një vendet e zhvilluara kanë marrë hovë dhe kanë ecur drejt zhvillimit demokratik kur kanë zgjidhur çështjen e pronës. Dhe çështja e pronës në Shqipëri zgjidhet shumë shpejt nëse ka dëshirë, pavarësisht problematikave të shumta. Por qarku Vlorës ka probleme që nga mbetjet që digjen gjatë gjithë kohës, që nga mungesa sot nëse ty të ndodhi një aksident në ujë të ftohtë, në Jonufër, në Skel, ti do sot të shkosh, nuk e di, sidomos në verë orë të tëra të shkosh në spital. Mirë, to nuk i shbëjmë dot më tani sepse tashmë janë struktura, janë po, ideja që i hasin qytetarët e Vlorës për ditë. Po, me thënë, po, këto janë gjërat, me thënë, flasim me këm në tokë, dhe me thënë që në analizën tuaj, flasë që atë që ju do t'i thoni, filloj fushata. Dhe me thënë, dhe atë që, sepse ai që do t'ju votoj, ajo që do t'ju votoj, ata njerëz që do ju votojnë, dhe me thënë, qoftë ju apo partitë e tjera, dhe me thënë, duan argumentet bindë se mua më intereson për shembull si qytetar, me thënë Frosinës, me thënë kolegut e gjithë me radhë. Më fal, më intereson pjesë e politikës madhe, shumë mirë, taksat e gjitha me radhë ato që ju përmendet, por më intereson dhe vendi ku jetoj. Do me thënë, më intereson sepse në një farë mënyre, për shembull, ju ku ishit kur disa gjëra u bën për shembull, mund të thuhet edhe kështu. Konkretisht. Për e zëmë rrugën, nëse ju thoni s'ka korsi, po është bërë një korsi emergjence në mes të rrugës, për shembull, e marrim këtë aspekt. Apo gjëra të tjera. Unë mendoj që fokusi, sidomos i partive të vogla, duhet të jetë te gjëra reale. Do të thënë te gjëra reale që prek çdo individ dhe jo vetëm fokusi i partive. Se tani në garë janë edhe vetë kandidatët, do me thënë dhe jo vetë kandidatët e forcave politike të mëdha janë brenda llojit. Do me thënë, jo, do me thënë, kjo duhet qenë parasysh. Çfarë do edhe ti kem parasysh, çfarë do premtojnë? Është që dhe ti mbajnë. Atëherë është një gjë sepse disa që kanë premtuar, po i dalin tani videot për shembull disa premtimet pambajtura. Damian Gjikull më thonë më ishte për ishte në jo vetëm në gjithë Shqipërinë dhe flasim kanë premtuar 1 2 3 4 5 gjëra, domethënë dhe në një farë mënyre njerëzit këto gjëra i mbajnë mend. Prandaj them që besoj që ti mbajnë mend. Prandaj po ti je në thonjza ti je në TAV se ke qenë deputet. Domethënë shumë njerëz ndoshta mund të kesh premtuar diçka që unë di që njerëzit mund ta mbajnë mend. Po ta them me përgjegjësi të plot, di që në këto 4 vite të mia në Kuvendin e Shqipërisë nuk ka një rast të vetëm që të mos kem hapur së paku telefonin për kujdo që i ka rënë. Minimalisht. Nuk di një rast të vetëm që më ka kërkuar dikush dhe nuk kam pritur apo nuk kam shkuar të takoj kudo që ka qenë në qarkun e Vlorës. Nuk di një rast të vetëm që nuk kam bërë përpjekje minimale për një problematik që mund të ketë patur një individ, një zonë e caktuar etj. Ajo që unë mund të premtoj sot se unë nuk jam as kryeministri i vendit. Po patjetër, po mund të jesh nesër deputet prapë. Po patjetër. Dhe nesër nuk jetë çengeli i partisë sepse mund të justifikohesh që unë kam qenë në një farë mënyrë në i tërhequr betejën time e kam bërë sepse në programi pastaj politik në ditët në vijim patjetër jo pikërisht e kjo e kam që me thënë ne jemi në ndezjet motoras fushatës dhe më fal unë vlerësoj për diçka që
ju përgjigj ftesës tuaj që në fillim të fushatës, pra, dhe kjo është ajo gjëja që e thash edhe pak më parë, kandidatët që janë tani duhet ta kemë parasysh, me thënë, dhe kjo është le ta marrin si këshilla, ta marrin si të duan. Njerëzit sot, do me thënë, nuk do votojnë të nderuar kandidat ata që mendojnë dhe ikin me mendje se vajtën takuan sot 5 veta, 7 veta, 10 veta. Janë ata kandidat që do t'i mbushin mendjen njerëzve, do me thënë, Pse do ta marrin votën? pse duhet t'i japin atij kandidati votën. Do me thënë, dhe keni dhe një gjë parasysh të nderuar kandidat, do me thënë, që arbri dhe përfshirë edhe tyja. Këto zgjedhje do t'regojnë se sa vlen një apo sa vlen tjetri. Listat e hapura. Sepse nëse qofte edhe, jo më kot edhe këta të mëdhenjt, do me thënë, i shikojnë, të gjithë ata që do marrin vota dhe këto zgjedhje, do kenë edhe benefitet në një farë mënyre në qeveri apo në opozit, qofshin në qeveri apo opozit, sepse nëse ti do kesh, X do ketë 50 vota, 100 vota, do jeti fundit fare me vota, po për çfarë arsye do ketë mbështetjen nga politika, nga drejtuesët e gjithë me radhë. Kështu që ky është një, mund të them, është një garë që duhet të ketë bëhet pjesë shumë faktor dhe jo më kot thash rrjetet sociale, se më përmendet që nga të vegjël mund të bëhesh i madh, do me thënë dhe shembulli ishte Italia, më fal. Do me thënë, po, e përmenda, do me thënë dhe rrjetet sociale, mediat ato e bën. E nisën nga e thyen në një farë mënyrë politikën e vjetër. Ideja është që aktualisht njerëzit duhet të krijojnë bindjen. Pse? Qysh? Te ato 5 pyetje që bëjmë ne gazetarët, ato i bën njerëzit tani. Do me thënë për secilin kandidat dhe nuk është më ajo koha që hidhje një fotografi, ngjaje pak simpatik, ngjaje pak i mirë dhe duhet të votonin. Jo më vlla, jo. Argumenta me fjalë, do me thënë, këtu në emision, në rrjetet e tyre sociale, vetëm argumenta, sepse të gjithë ata që mund të mendojnë, që mendojnë që se kanë mund të kenë një emër, apo se kanë mund të them, i kanë premtuar 5 veta apo 10 veta, të harrojnë. Unë jam një njohës i mirë i masës dhe i rrjeteve sociale. Unë kam 41.000 ndjekës në Facebook. Dhe kjo do të thotë që i shikoj paka shumë dhe komunikoj gjithkohon me njerëz. Se çfarë kërkojnë? Dhe çfarë kërkojnë? Komunikimet që kam pasur me njerëz, do me thënë, kjo është ajo që mua më reflektojnë. Dhe juve secili, do me thënë, në platformën tuaj, ju çdo lloj kandidati do ta harroni që t'ju japi votën se jeni simpatik. Enrik, jam jo 100%, 1000% dakord me të gjithën që the nga fillim dhe në fund. Dhe kjo është e vërtet. Ajo që së paku unë besoj është që ndaj pak fjalë. Së paku. Se ka të bëj me faktin që qytetarët shqiptarë sot, banorët e Vlorës sot, kanë kuptuar, besoj unë, që kjo qeveri i ka vjedhur në të gjitha format. Të mendim kam. Po do të argumentosh. Patjetër, dhe argumentoj me të ardhurat për film si kanë rënë. Jo, më fal. Ke kohë të argumentosh gjithë. Po flas të parim. Së dyti. Më fal, në ana tjetër, ata kanë kohën që të argumentojnë që të thonë të kundërtën, që kanë punuar. Bravo, patjetër. Beteja që jo vetëm unë kam, po të gjithë të ngjashmit e mi në këtë zgjedhje në çdo qytet, pavarësisht ky koalicion Djathtas për Zhvillim apo një koalicion tjetër apo një parti tjetër, pra këto partitë të cilat po garojnë në listë hapur, besoj që kanë qëllim kryesor ta çajnë të sistem. Dhe ky është një element shumë i rëndësishëm, sprove dhe një fillim i mbar për betejat e mëtejshme. Pse them këtë gjë? Sepse kjo mazhorancë fatkeqësisht me partinë që duhet të ishte parti nismëtare për hapjen e aktorëve politik, që është Partia Demokratike, vendosën ta mbyllin. Vendosën ta çbëjnë atë vendim të gjykatës kushtetuese e cila hoqi totalisht dhe hercin edhe listat e mbyllura. Dhe këta e mbyllën këtë gjë. Ndaj kjo është një sfidë për çdo qytetar shqiptar, për çdo banor të Vlorës, si beson se kjo klasë politike nuk do duhet më të luaj në një fush ku nuk lë lojtar të tjerë të futen. Dhe thotë fitova unë, po me kë luan vetëm? Pra,
kjo është ajo që ne do duam të përcjellim te qytetarët. Duhet qartë sistemi, duhet dhënë mundësi përfaqësimi, duhet të ketë pluralizëm politik dhe në parlament, mos të ngelen vetëm dy subjekte të cilat lajthaj janë përfaqësi të njëra tjetrës në shumë, ju besoj dini shumë mirë në shumë biznese ke ortakri të niveleve të larta të politikanëve shqiptar, mazhorancë dhe opozit, por ne do duhet të përcjellim tek çdo qytetar në lagje, në zonën, në shtëpinë më të largët, pikërisht të fakt. Ky sistem duhet qarë, sepse ky sistem nga 2008 a këtej degradoi politikën shqiptare, solli 1 2 3 4 5 gjëra të cilat e dëmtuan jetën e qytetarëve shqiptar. Po fakti tregon ndryshe. Fakti tregon ndryshe. Që ka 3 mandate kjo qeveri. Dhe Enver Hoxha pati 50 vjet e qanë dhe shqiptarët, po nuk do të thotë që ishte Enver Hoxha nuk bënte zgjedhje. Bënte zgjedhje ai aq korrekt, ai në rregull, po jo në këtë formë. Kjo qeveri i ka 3 mandate. Unë dua që të rrezikon të marrë edhe të katërtin. Mos o zot. Nëse me thënë pjesa, nëse nuk ka argumenta, pse duhet jetë unë do të jap një argument shumë të thjeshtë. Do të jap një argument shumë të thjeshtë që të mos të allakatemi dhe të themi se çfarë do secili njeri këtu në qytetin e Vlorës. Arbi, pyetja që ndron këtu valla. Në këto listat e deputetëve që kanë ardhur këtu në Vlorë, në listën e Partisë Socialiste të kandidatëve që kanë ardhur këtu në Vlorë, në listën e Partisë Socialiste të mbyllurën ke 2 veta të cilët votojnë në Tiranë. Në listën e Partisë Demokratike të mbyllur, 3 persona votojnë në Tiranë. Ti edhe pavarësisht se jeni lista hapur, ti edhe Kulluri, 2 emrat më të spikatur të listës, votojnë në Vlorë. Votojnë në Vlorë. Në 2021-shin votojnë në Vlorë, e dëgjova dhe kolegun Gjergji Nika që e përmendi këtë fakt. Për shkak se si të them unë tani, po pse X apo Y s'janë fare nga Vlora dhe kandidojnë në Vlorë. Jo, absolutisht jo, s'jam me këtë. Tani, zotëri, përpara unë votoj në Vlorë. Jam votues në Vlorë, kam votuar në zgjedhjet lokale në Vlorë, kam transferuar gjendjen time civile nga Tirana në Vlorë. Për shkak të trazirave të 97-s, familja ime u detyrua në 98-ën, sikurse ikën emigrant jashtë, sikurse ke ikur ti në Greqi, ne shkuam në qytetin e Tiranës. Kjo nuk më bën mua të mos jem vlonjat dhe të mos kem të drejtë të mos voton ti atje. Kjo ishte një çështje që duhet të thosha unë një argument. Voton atje, voton këtu. Këto janë gjëra pa lidhje. Elit besoj Stefa me atë të qenit e vlonjatit në Vlorë të punoj për Vlorën nesër. Dakor, një argument që mund të kërkoj, nuk e dija të riqem përderisa po voton në Vlorë, është normale këtu të riqem të përgëzoj, sepse do jesh pavarësisht se nuk banon në Vlorë, ke voton këtu, por do vish pak më tepër besoj në Vlorë se të tjerët. Tani problemi që ndron këtu. Më fal sekondardi për të kuptuar edhe një gjë tjetër. Dhe ata të cilët nuk jetojnë, dhe ata të cilët jetojnë në Vlorë, në aktivitetin parlamentar e hënë, e martë, e mërkurë, janë në Tiranë. Sepse kanë të martë mërkurë ka komision, të enten ka sesion parlamentar. Sepse mua nuk më pëlqen fakti që vjem shumë populizëm. Në 4 vitet e mia mund të kenë qenë 1 apo 2 raste që unë nuk kam ardhur ditën e njëjtën mbas seancës në Vlorë apo të premten asaj dite. Dhe të premten shumë diel kam qenë këtu dhe ju e dini shumë mirë sepse ne këtu kemi konsumuar. Pra, këto janë problemi është më gjerë që ti jetosh në Vlorë, të shohësh qetësimet e vlonjatëve tjerë. Nuk është problemi që e ke shtëpinë në Tiranë dhe unë e kam shtëpinë në Vlorë. Një deputet është bukur që të jetë këtu dhe këto hallet e këtij qyteti ti çoj atje në parlament. Tani problemi, më fal, të ndërprova. Jo, unë doja të shkoja te diaspora, vazhdo. Po, edhe për këtë, edhe unë një pyetje që kisha lidhje me diasporën. Sa jeni përhapur, sa jeni shtrirë ju tek diaspora? Takime? Nuk besoj se ka pasur takime, apo jo? Jo, kemi bërë disa takime, takime të... Po s'kanë qenë të karakterit masiv, si s'kanë qenë masiv absolutisht, dhe fatkesisht, si ta ra ky mort dhe u pam. Po tani s'është mort. Dhe po në fakt është fatkesi mënyrë se si konceptojnë dhe i trajtojnë dhe se si po shkojnë për t'ju blerë votën.
qytetarët shqiptar, po themi shtetasit shqiptar apo emigrantët shqiptar apo shtetasit shqiptar që jetojnë në Shqipëri kanë të gjithën të drejtën të votojnë për si e konceptuar ata realitetin e tyre këtu në Shqipëri. Ne kemi bërë disa takime të personalizuar aty ku ne kemi patur mundësi, por unë jam shumë skeptik dhe dyshoj fort që vota e emigrantëve do përkthehet absolutisht. Nuk ka sot ka një dallim thelbësor, përveç faktit që ai shqiptari që jeton në Itali apo në Greqi, që mund të ketë vite që ka ikur dhe ndoshta nuk është në brendësi të problematikës në realitetin shqiptar. Unë shohja ato reklamat që ky kryeminist është mjeshtër për ta bërë mollën e kalbur mollë të bukur. Kjo është çështje më vete. Unë të siguroj që, me thënë, diaspora, emigrantët, shumica janë aq shumë, kanë mallin për Shqipëri, e ndjekin aq shumë pjesën e patjetër, nuk po vend diskutim. Unë jo më kot e thash që nuk i arrin dot fakti që është diaspora, fakti që janë zonat e gjitha me radhë, nuk i arrin dot me takime çdo gjë. Absolutisht. Edhe zona ishte pa diasporën. Prandaj duhet edhe juve për shembull, se edhe diaspora ka pozicionin e saj, me thënë është shumë e rëndësishme, me thënë dhe dy janë sot diaspora sot, unë me sa kam parë shifrat e fundi janë diku tek 18.000 të regjistruar në qarkun e Vlorës. Pra i thonë afro 2 mandate ta përkthejmë kështu. Kështu që edhe për diasporën duhet dhënë argumenta se çfarë do bëhet për diasporën. Me thënë në një farë mënyre e zëm në Itali, për shembull, kryeministri e dha lajmin atyre që do marrin pensionet të gjitha me radhë. Duhet dhënë argumenta të vazhdueshme se cili kandidat, se cila parti, çfarë do të japi në vazhdimsi dhe diasporës, çfarë do t'i ofrojë, dhe ata janë më të përmallurit, domethënë sepse gati 90% e tyre shtëpinë e kanë këtu. 90% ndoshta edhe s'duan t'ia dinë më fare, domethënë, por 90% e kanë shtëpinë, kanë familjet, kanë njerëz, kanë prindër, kanë dhe çdo gjë i intereson, domethënë që lidhet edhe me ata. Ka shumë gjëra që në komunikime, gjitha me radhë, në sesione të ndryshme mund edhe t'i paraqesin se dhe ata e din ku i rre, domethënë. Nëse kjo është vota patriotike. Vota patriotike tek emigrantët. Jo, s'është vetëm patriotike. Problemi i madh është tjetërsimi i votës. Kjo është jetike, nuk është patriotike. Është jetike që duhet ketë argumenta, ne s'po vëm të bëjmë flamurin tani edhe të më japin votën se e bëjmë më flamurin. Shiko, unë kam jetuar për shumë vite në emigracion, për 20 vite në emigracion. Kam pasur gazetën time atje, kam punuar dhe në gazetari, kam punuar një pjesë shumë të madhe të kohës, dhe e di shumë mirë, domethënë një mentalitet i tyre ka ngelur shumë mbrapa. Dhe po investohet tek ajo vota patriotike e atyre. Pse po investohet tek vota patriotike e atyre? Sepse të dyja partitë më dha që po shkojnë atje, si PS-ja, edhe PD-ja kanë të njëjtën retorik. Të njëjtën retorik që përdorin për elektoratin këtu në Shqipëri. Unë mendoj se do kërkojnë më shumë se patriotizmi. Do kërkojnë gjëra reale. Po s'mund të kërkosh. Nuk po kërkojnë gjëra reale sepse unë e shikoj e ndjek retorikën e tyre. Partitë e tjera janë shumë të vonuara. Sepse bie fjala. Vete Partia Demokratike dhe i thotë që hajde ktheuni ju këtu se do ju japim taksën 5 vjet me taksën 0. Ose hajdeni ju këtu në Shqipëri sepse po ju shtrojmë rrugën atij fshatit. Po ta shqyr që nga balta. Ne do të themi hajde ktheuni këtu. Ai tjetri, partia tjetër, po vetë po jep sa argumente, po thotë që hajdeni ju këtu investoni para tuaja, pra lini benefitet atje dhe hajde provojeni nga Shqipëria në një kohë që Shqipëria është pothuajse bosh. Domethënë një retorik e cila është e gabuar. Partitë e vogla. Cila është retorika juaj? Çfarë do të thoni ju? Atëre, e di kush është që të merrni votën. Mendoj këtë gjë. Emigrantët apo shqiptarët as nuk ikin nga Shqipëria, as nuk vinë në Shqipëri se ju thot njëri apo ju thot tjetri. Ikin nga Shqipëria se kanë mungesë shpresë alternativash dhe një jetese më të mirë dhe vinë në Shqipëri nëse shikojnë që këtu mund të ketë diçka. Unë mund t'ju them, kam qenë pedagog në vitet 2008, 2009, 2010, ku pati një valë shqiptarësh që u kthyen në Shqipëri. U kthyen në Shqipëri. Dhe kisha në auditor shqiptar që fëmijë emigrantësh që dhe shqipe nuk e dinin mirë dhe bënim orë të specializuara për ata.
Pse ndodhi? Sepse u krijua mendimi, ideja që mbas largimit të qeverisë Nano 2005-ën, dhe për mua qeverisja 2005-2009 e kam thënë dhe do ta them, ka qenë qeverisja më e mirë në historinë e shtetit shqiptar sa i gjykoj unë, për nga pikpamja dhe tërgues ekonomik, luftimi krimit, luftimi korrupsionit, qeveria e vogël, ulja e taksave, ndoshta vinim dhe direkt mbas trazirave 97-2002, po pati efekt dhe njerëzit patën shpresë dhe u kthyen. Ndodhi e kundërta. Tani, si mund të kthehet njerëzit kur shikojnë disa politikanë betej para SPAK-ut, grupi organizuar kriminal. Sot SPAK-u i ka hequr Partisë Socialiste afërsisht 500.000 vota, po i ka hequr Vangel Dakon, po i ka hequr Lefter Kokën, po i ka hequr Erion Velian, po i ka hequr Pesdën, po joqi Jurges Çurban, po joqi Raman Rajen, po joqi Bajrat në Shkodër, po joqi Suel Çelën në Elbasan, po ju ka hequr me mollën në Rogozhin, po i ka hequr atë Kryetarinë e Bashkisë së Lushnjës, po i ka hequr atë të Kuksit. Dhe prap opozita është e dobët. Dhe prap, kjo që do ta quaj veten opozit, këtij institucioni që po e godet këtë qeveri, vetë dhe i thot ti je krimi organizuar, ti je band, ti je ashtu e ti je kështu, ndërkohë që duhet ta mbështesë atë gjë. Ndaj shqiptarët nuk vinë. Kur shqiptarët të shikojnë që këtu ka një klasë politike që e mbron sistemin, një klasë politike që mbështet sistemin e drejtësisë, një klasë politike që mundohet të vendosë meritokraci, patjetër që kthehen, sepse gjithë secili nga ne jeton dhe punon aty ku ndihet më mirë dhe nga pikpamja e jetës së përditshme. Mos të bëjmë ne tani patriotin e madh, të gjithë ne do kishim ikën në emigracion, po të kishim pamundësi jetese këtu. Apo të kishin probleme me shëndetin ku shkon në një spital në Tiranë dhe tek onkologjiku të japin ujë në vend të kimjos. Pra kjo është të merr. Kështu që mos na rënë dhe ne ato halli që u kanë rënë një pjesë të shqiptarëve që kanë nga halli, se patjetër do kishim ikë ne. Por kthimi i shqiptarëve bëhet me një program të mirë, me figura të papërfolura, me një dinjitet dhe me një përfaqësi në njerëzish që kanë treguar koherencë. Pastaj se çdo bën është tjetër. Përkthehet kjo në rezultat. Kjo është sfida. Sot flasim për votën, po. Ndërkohë sot si e komentoni Agalliu? Zoti Rama, lideri socialist, njëkohësisht dhe kryeministri i vendit, sot po e proklamon me të madhe votën për Partinë Socialiste për të futur në BE dhe të jap pasaportën e Bashkimit Evropian. Është ky një avantazh për Rama dhe një disavantazh për ju në këtë politikë që po ndjek Rama? Rama dhe në 2023 e bëri fushatën me foton e zotit Berisha, zotit Meta nga njëra anë dhe foton e vet nga ana tjetër. Dhe thoshte, zgjidhni këta ikni mbrapa, me mua përpara. Po tani të njëjtën rektorit bufi Këneta e tjerë. Kjo është fatkeqësi e këtij vendi, sepse disa persona që do duhet në fakt të kishin bërë një hap mbrapa për ta bashkuar të gjithë opozitën, vazhdojnë dhe qëndrojnë të bindur se mund të bëjnë ndryshimin. Dhe kapitali më i madh i kryeministit më të korruptuar që ka pasur Shqipëria, që është Edi Rama, është pikërisht Sali Berisha. Dhe në këtë kontekst është një tango që vazhdojnë dhe nuk e lëshojnë atë skenën politike. Unë besoj që qytetarët ta kuptojnë këtë gjë. Shiko, këtu bëjmë dakord që opozita në këtë gjendje që është sot është investimi më i mirë i Ramës. Sepse Rama kështu e donte opozitën. Problemi që qëndron këtu. Ty bëj një pyetje tjetër. Në 1 qershor 2024, në mos gaboj, Basha ishit edhe ju prezent, paraqiti programin. Kam qenë sekretari i programit dhe pjesën dëmosat e këtij programi kam shkruar vetëm. Jam shumë dakord. Këtu do të vi tek pyetja. Ishte një program shumë i mirë, të cilin ai vazhdon edhe sot e kësaj dite që ta proklamoj. Ndërkohë që ju ende s'keni nxjerr një program tuaj. Se ke parë, Ardi, ne kemi bërë prezantim të programit, e kemi bërë në një nga hallet e Hotel Hilton në Tiranë. Kemi bërë një prezantim programit, por jo të detajuar. Po kur të filloj fushata ndoshta do të nuk e di kë quhen të jetë detajuar. Kemi marrë një sekondë se ndoshta është mungesë informacioni. Është fol për shëndetësinë, është fol për arsimin, është fol për familjen,
është fol për ekonominë, kur them për ekonominë gjithë komponentët, është fol për sistemin e drejtësisë, është fol për mënyrën e organizimit të shtetit, është fol për sigurinë, është fol për rendin, se mbaj mend tani po të gjitha këto kanë qenë pika të kanë qenë jo në mënyrë analitike, kanë qenë në mënyrë shumë sintetike nuk del programi të dalun tani se dhe është me njëta mënyrë e shkrimit të një programi politik. Në programin politik nuk shkruhet, nuk bet tabel bilanci. Ku ndryshon programi juaj nga i Bashës? Ku ndryshon? Po janë një element që tek programi i Zotit Basha nuk është pikërisht kjo, reformimi dhe organizimi i shtetit, 10 ministri 150 institucione. Është një element, po themi, rrisie në mënyrën e organizimit. Një element tjetër është tek shëndetësia, që paraja duhet të ndjeki pacientin, jo të ndjeki spitalin. Tek arsimi, paraja të ndjeki studentin. Sot universitetet publike marrin para nga buxheti i shtetit. Ju që nuk e keni fëmijën në universitet, apo dikush tjetër që e ka zgjedhur të shkollojë në universitet privat, fëmijën i ikin para nga buxheti i shtetit dhe jepen universiteteve publike. Ndërkohë që vendet e zhvilluara këto para japin atij studenti që do të shkojë në universitet. Dhe i thon zotëri, un kam për të nga buxheti i shtetit ty 2000 euro në vit. Zgjidhje ti universitetin ku do të shkosh dhe në këtë mënyrë universiteti futet në garë për të marrë sa më shumë student. Dhe si futet në garë për të marrë sa më shumë student? Me cilësi më të mirë në mësimdhënie, me kurrikula më të mira dhe me mundësi punësimi më të mirë. Sot fatkeqësisht universitetet publike janë kthyer, se kam 19 vjet në këtë profesion, janë kthyer disa prej tyre në ambiente ku vegjetojnë pedagogët, vendosen në ndonjë job dhe ose do marrin pagë nga universitet, nga buxheti i shtetit. Dhe nuk bëjnë asnjë përpjekje, as për përkimi shkencor, as për të marrë një projekt për asgjë. Pra këto dy element, ose për kontributet shëndetësore që përmenda. Shumica nga të gjithë ne paguajmë kontribute shëndetësore, por jo të gjithë marrin shërbim tek spitali publik. Vëmë analizën e një spital privat, te një klinik te lagja. Atëre, pse të mikin dëm këto para? Po shtetet e zhvilluara, nuk shikoj ndonjë ndryshim në midis programeve. Si të 2021 të PD-s, si në programin e Bashës, të Euroatlantikëve tashti, edhe në këtë problem, edhe në programin tuaj. Do kesh aty një hajdut që të vjedh dhe të faturon një tender apo një rrugë, apo do kesh një person të përgjegjshëm për ta bërë atë gjë, se programet nuk do shpiket rrota. Programet janë update të situatave mbas viti që ndodhin. Pra, po të shikosh programit të djatës në gjithë botën, janë bazë është regulir, barë e ullët fiskale. Programet janë bashkuar madje majta me të djatën, sot aq shumë sa i ndanë vetëm mënyra se si taksohet. Në të gjithë politikat... Stefan, qëndrojmë pak tek listat e koalicionit të Berishës dhe të Partisë Socialiste. Si i komenton Agalliu? Nëse unë i komentova edhe në kaluar. Si i komenton? Listat gjithmonë për Vlorën. Flasim për Vlorën. Nuk duhet të hynë në jo, nuk marrim emra. Më vjen keq që në listën e mbyllur të Partisë Demokratike do doja të kishte më shumë përfaqësi Qarku Real. Qytetar Vlore, Sarande. Po pse në të mbyllurën? Me që kanë të mbyllurën ata. Në rregull, po pse me thënë duke qenë që puntohet shumë të pjesa e mbyllur, sepse pjesa e hapur janë të gjithë qytetarë nga Vlora. Pse më fal? Pse mos të puntohet edhe te pjesa e hapur, me thënë te ata që kandidatë që marrin më shumë vota, do thua që do punojnë ata, do të thënë për ata që janë mbyllur. Se kam këtë, nuk e kam këtë, po them tjetër gjë. Po them më pyeti një koment për listën. Po. Te lista hapur s'kam komente. Te lista e mbyllur, që janë 4 deputet, të cilët në 2021 ku e gjithë opozita ishte bashk për 200 vota u ndigjej mandati im, kisha i 4-ti, do të thotë që shanset më të mëdha janë tek ta të mbyllurit apo jo, flasim të jemi real. Tani tek ta të mbyllurit, unë do doja që i dyti të ishte një çun Vlore, po them, për shembull. Mos ishte një përfaqësues i një komuniteti që s'ka lidhje fare me Vlorën.
Ç'mu ka Vangel Dulja në Vlorë? Çfarë lidh Vangel Dulja me Vlorën? Po është i dyti, jo zoti Atir Doxha është i katërti. Po më nejse Atëherë renditja është kështu. Vangel Dulja është i dyti, Ina Zhopa e treta, Tirdi Pra, e katërti. këtë unë nuk e shikoj normale, ndërkohë që mund të... Po pade mua bet me Vangel Dulën se kam ngritur dhe unë i shqetësim se unë jam non grata ndaj nga Greqia, kam një 12-13 vite, po... Thua që t'ja heqin non grata. Jo, ideja është që, do me thënë, ideja është që, do me thënë, unë mund të kam respekt, e ruaj respekt, Po flasim për individin, po flasim politikisht. Jo, po dhe për individin. Jo, dhe për individin, me që e përmendëm edhe pak si emër, ideja është që non-gratën e kam nga pjesa e punës. Do doja që ta jepte këtë përgjigjen e këtyre non-gratave pa lidhje, se s'jam vetëm unë, jam unë Marin Mema, e shumë gazetarë të tjerë, me thënë, ta japin jo vetëm përgjigje, po dhe zgjidhje, do me thënë, me qëse... Unë do doja... Ta japi Dulja, ne tani themi Atirdi apo Dulja. Do doja që me votat e demokratëve të shkonin në Parlamentin Shqiptar të djathtë dhe demokrat real. Jo, prandaj përmenda, unë tash, ai mund shkojnë në parlament, dërsa unë me mirat të tjerë nuk shkojmë dot në kufi. Me dhe s'kalojmë dot kufi. Për këto çështje duhet të komunikoni me përfaqësues të Partisë Demokratike, të cilët lanë jashtë qytetarë që janë. Po tani se di është. Këto janë strategjitë e kujt? E aleancave të Shqipërisë madhështore. Këto i kanë zgjedhur ata t'i bëjnë më madhështore. Më vjen keq. Problemi pra i ofrohet qytetarëve të kemrat. Ishte drejt kjo që tha Galliu, që ta shihte qarkun, ta shihte me ditë përfaqësuesit e qarkut. Flasim për ato që kanë mundësi për të hyrë në parlament, se pastaj ka njerëz të nderuar plot që janë pjesë, po themi për ato që kanë mundësi të hyjnë. Dhe aty do duhet të kishte patjetër një lloj përfaqësie. Partia Socialiste? Po çfarë aty është Biselmani nëse këtë çaj më parë, nuk klasë përgjithësi, nuk duhet të ngelem në vlorë. Se është koordinatori? Është një ministër? Se çdo të përmendte një shprehje vlore. Është një ministër? Janë dhe dy zonja. Shiko, nuk duhet të ngelem tek Rama është mjeshtër i këtyre trukeve dhe e tha unë për përdor listat e mbyllura për ta partinë. Ka përtej shakasë, ka patjetër individ të cilët mund të kenë vlerë si individ, si profesionist. Problemi është që ngelen parti kryetarësh dhe vendosen në rresh për një vend, votojnë pa pyetur dhe pa menduar fare. Nuk ka, unë t'jap një rast. Në 4 vjet në parlament janë bërë debate, propozime në Komisionin Ekonomisë dhe Financave ku janë pjesë, dhe në Komisionin Çështjeve të Integrimit, po aty pak të ndryshe se ka një lloj dakordësie për çështjet e integrimit, por në Komisionin Ekonomisë. Më thoni ju, ka logjik që në 4 vite mos të merren asnjë propozim i kolegëve nga opozita, pra kjo mazhorancë mos të marri parasysh asnjë propozim, pra do të thotë që këta kolegët në 4 vite, në të hënë të martë të mërkur që ne kemi bërë komision, nuk ka patur një mendim e vlerë, po qoftë edhe një, pra do të thotë që aty nuk diskutohet për të marrë. Kjo është arroganca qeverisë. Po pra, po këtë po them, ata janë në rresh për një, dhe ata nuk guxojnë të thonë, bëra një propozim për shembull, edhe më thoni në rresht për një janë në të gjitha partitë kanë në rresht, ka që kërcejnë për një, ka që kërcejnë për dy. Por ajo që të bën përshtypje te lista e Vlorës është fakti që lista e PS-s kishte surpriza, e PD-s nuk është se kishte surpriza. E PS-s pati surpriza emra që realisht dhe me thënë nuk kishin dhe ishte pikërisht ajo emrat e rinj, qoftë për shembull. Këtë fjalën për zonjën e PD-s që vinte nga Çadra. Po, me thënë që është një zonjë nderuar, realisht që unë ruaj respekt dhe zgjodhi një profesioniste, nuk preku pjesën e, pra nuk u influencua nga pjesa e të qenit e Çadrës, domethënë, dhe zgjodhi pjesën anë profesionale dhe realisht është... Ti thua nuk e zgjodhi se ishte e Çadrës, po e zgjodhi se ishte profesioniste? Unë e mendoj anën profesioniste. Unë e mendoj se e zgjodhi që ishte e Çadrës. Ndërsa unë e mendoj sepse e ta vetë ai është gjithë përfshirëse. Patjetër që po. Gjithë përfshirëse, pra dhe nga këto. Nuk pritej pra. Më fal, ai emër. Po kjo është surprizë. Kjo është dhe vajza tjetër domethënë që nuk mund të me pran asnjë se mendonte që mund të ishte
te lista e moderatore, një Dua të them gazetare. Fatkeqësisht që Rama është i paparashikueshëm. shumë i Ndërsa paparashikueshëm, por në fund fare dihet çfarë qëllimi ka. Unë di të them të gjë që Jo, gjithëpërfshirës e di mirë, fatkeqësisht fjalë ju bëri një pyetje tjetër. Jo, te kjo te pjesë e listës mbyllur është treguar. treguar. Bëra atë pyetje dhe një pyetje tjetër. Thash, domethënë sa arrogant janë që në 4 vite nuk mohon qoftë një propozim të vetëm. Po mirë më tjetra, tani më që përmend po kalojmë tek emrat e kandidatëve. Kjo Partia Demokratike që kemi kontribuar dhe ajsa kemi gjykuar dhe kemi mundur. Po marr rastin e Gjirokastrës. Po pse më me gjithë respektin që mund të kem për zotin Tritan Sheu, po që nga 91 deri në 2025, po pse më vetëm Tritani pas ka Gjirokastra? Po është domethënë nuk ka gjë që e lidh këtë gjë. Cila është arsyeja që ti vendos një njeri 35 vite përfaqësues të atij qyteti. I ka bër Gjirokastrën, e ka kthyer se zgjidhet braçe, po është njeriu aktiv. Të ta them unë arsyen. Po jo, po të shikosh listën e Partisë Demokratike, ata që janë të mbyllurit, se kështu ishte diskutimi, aman më mbyll mua o doktor, të mbyllem dhe unë se dhe unë e kërceva bukur vallen, më mbyll dhe mua se dhe unë isha poshtë balkonit në dhëmi qafa, etj. Janë të njëjtit njerëz që kanë 35 vite, janë shumica që fatkeqësisht nxorën PD-n me 1 milion vota në opozit, dhe janë individët që nuk kanë në agendën apo në bilancin e tyre fitore që kanë qenë domethënëse. Dhe kjo është fatkeqësi. Ju besoni? Të gjithë janë kontributor, të gjithë kanë vlerë, kush më shumë, kush më pak, por do duhet të bëhet ajo që do duhet të kishte ndodhur kohë përpara, një hapje dhe në mënyrë që të kesh bashkim. Po u mbyllë nuk bashkon dot. Mirë do ishte koalicioni djathtas, gjithë partitë të kishin lista të hapura, e të dukej, më fal, e të dukej sa vlente njeri, atë që do shikohet e ata që janë listët e hapura dhe partitë e mëdha, po dhe të voglat. Dhe të ishte se cili të tregonte sa vlente. Dhe realisht, edhe vetë, aty do dukej se sa vlen njeri, apo sa vlen tjetri kandidat. Unë për këtë jam dhe gjithkohon, por do t'i shikojmë edhe këta kandidat, se shumë nga këta kandidat kanë premtuar, edhe këta që janë listat e hapura, se luftë e madhe është bërë dhe partitë e mëdha, me dhënë, sidomos për partinë qeveri, pra të majtën është bërë luftë e madhe edhe për listë hapur, sepse edhe po bet një fushata ka nisur, i ka ndezur motorat prej ditësh. Po jo zyrtarisht ka nisur prej kohës. Mirë, po sa dolën embrat, dhe me dhënë, ka qenë pikërisht dhe realisht, Partia Socialiste është një motor, ndoshta keni qenë edhe ju për shembull Partia Demokratike apo të djathët kur kanë qenë qeveri, sepse të bën edhe pushtetin në një farë mënyre, por ideja është që organizimin e kanë shumë më të mirë organizim të organizuar. Domethënë, patjetër janë në pushtet, kanë mjetet, kanë administrat, kanë. Por nuk mund të thuash që partitë e vogla nuk do ta kenë organizimin. Jo, e kam ka tek tjetër gjë, domethënë. Jo, unë kam që si mungon as paraja, as krimi, as pushteti. Ideja është që në çdo parti tani, dhe unë e thash dhe them që do shikohet, edhe nëse s'dalin deputet, do vlerësohet çdo njeri, edhe në qoftë se do jetë një forcë politike apo një tjetre. Është përballje me komunitetin, është përballje me komunitetin e qytetit. Qoftë për ata sa kanë dhënë kur kanë qenë për shembull XY si kandidat kur ka qenë në pushtet për shembull, dhe apo në drejtime apo në postë drejtuese, se janë edhe disa qoftë majtë qoftë djathtë që trokasin në përdyer, domethënë, dhe kanë marrë dhe ofeza, domethënë sepse kur i ka trokitur atë që tha Arbri që unë e kam hapur telefonin gjithkohë, po sa kanë qenë apo janë që kur i kontaktojnë qytetarët, i shkruajnë e gjitha me radhë, nuk thënë përgjigje, ndërsa tani më tregonte një tani duan votë. Po që ta mbyllim, më tregonte një qytetar, i kishte shkruar para disa vitesh dhe i kishte bërë blok një politikan. Edhe kur shikon aty mbas X vitesh, do të thënë mesazhet, vëlla si je si të kam, do të thënë, dhe por nuk janë më njerëz budallënj. Do të thënë, dhe kjo nuk duhet të jetë. Depersonalizohet vetë njeriu. Kjo nuk duhet të jetë sepse kushdo që mund të ketë qenë apo është apo në çdo lloj pushteti, dhe fakti ka treguar që nuk dihet se kur mund të jetë rënje nga kali e njerit apo tjetrit. Mund të kalojnë 4 vite, 5 vite, 10 vite, 15 vite, por
edhe ne jemi një popull kështu tip Ai akmarës. njeriu nuk ta haron, ai njeriu i vuajtur, po ne- si e përgjigj. Mirë, po ne jemi Këtë do thoshe. Ne jemi dhe popull akmarës, ë, në një farë mënyrë dhe Jo, tash i dhe çifte jo, këto i vdesim dhe pastaj të nxim në rrjetet sociale ne. Tani të shkojmë tek Agalliu, se jemi në minutat e fundit të emisionit. Agalliu, ishte kënaqësi që folëm bashkë. Mund ta përcjellësh një mesazh sot, edhe pse jemi shpejt akoma. Fushata zyrtarisht nuk ka filluar. Enriku ta bëri një pyetje më herët, pse duhet të votojnë? Shiko, Koalicionin Djathtas së për zhvillim dhe Ardi Agalliun dhe Edvin Kullurin, që janë të parët në këto lista. Jo, sa tu s'ka të parë, atu janë të gjithë njësoj, kjo është dëshimi. Më të njohur. Emra të njohur. Atëre, Të bëj dhe unë një pyetje me që të kontribute. përgjigjet të dyjave. Po patjetër. 12 maj. Është larg, s'ka Jo, filluar çfarë do fushata ndodhi në zyrtare. 12 maj? Po jemi te Pallati i Sportit duke numëruar votat. Tani, Çfarë do ndodhi në 12 maj? Nuk ja të u zgjodh asnjë nga koalicioni juaj, nuk fitoi asnjëri, çfarë do bëhet? Dhe thaj 12 është duke. O po e them 12 që të e para, Frosin, të falenderoj një për ftesën, është kënaqësi dhe jam munduar gjithmonë që asnjë gazetari në këto 4 vite, ndoshta edhe pa nga e kaluara ime para këtij angazhimi, të mos i them jo. Jo, po Blu Televizion të kanë, se shpesh herë ke dalë. Kam shkuar në të Edhe gjithë ke televizionet dhe ato që kanë përcjell mesazhe. kanë qenë të organizuara për të më bërë në thonjza një truk dhe atje ku kam pat mbështetje, jam partizan i komunikimit I fjalës në së të lirë. gjitha format, të gjitha mënyrat, sepse individët janë. Edhe një nga ato për kunj për mua që dora foton. Jo, s'kam. Kam qenë televizion, kam qenë në televizion, e flas në televizionet në kombëtare që ndoshta kanë pak më në thonjza financim për ta shtyr para apo për ta trequr pas një person që ftojnë. Këtu kam qenë gjithmonë shumë komod dhe me shumë dashamirësi kam marrë dhe do të vi gjithmonë. E dyta, i bëj një thirrje të gjithë qytetarëve vlonjat, të qarkut Vlorës, Sarandës, Delvinës, Finiqit, Selenicës, kujdo, Konispolit, Imarës, së pari të dalin për votime në 11 maj, është domosdoshmëri dhe është minimumi që duhet bëjmë nëse duam të ndryshojmë situatën, dhe patjetër çdo qytetar shqiptar që nuk beson më te kjo qeveri, nuk e gjen veten te kjo qeveri, është ndjer i vjedhur, është ndjer i përbuzur, është ndjer mos i përfaqësuar, apo dhe tek partitë e tjera të cilat ndoshta i kanë zhgënjyer me aktet që kanë bërë deri më sot, ndoshta ka individ në lista të cilët kanë patur apo kanë probleme me drejtësinë, apo nuk i përfaqësojnë bindjet e tyre, formimin e tyre, historikun e tyre. Unë besoj fort që koalicioni Djathtas për zhvillim në listën e tij të hapur ka individ që besoj përfaqësojnë vlerat më të mira, mbështesin sistemin e drejtësisë, kanë një orientim të qartë perëndimor të vendit dhe kanë guximin në qoftë se dalin në 12 maj me një vot të vetme, kanë guximin qytetar të dalin dhe të përballen. Këtu nis e gjithë gjëja, nga guximi dhe ti kthej dhe përgjigje miku tim Ardi që në 12 maj Ardi unë jam i nderuar edhe sikur të marr votën time, sepse vijova një rrugtim dhe nuk e lash në mes apo nuk u troqa, por i qëndrova atyre individëve të cilët besuan si mua. Do kisha shumë më të thjesht po të kisha ndëruar apo lëvizur në drejtime të ndryshme nga pikpamja politike, por nuk për ty do të nga pikpamja morale. Ndaj kam qëndruar këtu për të qëndruar deri në fund, qoftë edhe me votën time. Jam dhe do jem më badlart se ata që u fshyen dhe u fshen në vot në listat e mbyllura. Faleminderit. Faleminderit. Dhe ne jo më kohë të kemi nisur me partitë e vogla, partitë e mëdha. Partitë e reja do të thuash. I kemi të rejat. I kemi lënë partitë e mëdha tradicionale. Partitë e vjetra. Pak më vonë, ndërsa donim që të jepnim dhe hapësirën, të tërë hapësirën për teleshikuesit tanë. Faleminderit edhe një herë. Kënaqësi, Faleminderit, Enrik. Të nderuar shikues, ishim bashkë në këtë studio, zgjedhje 2025, do takohemi nesër mbrëma përsëri bashkë. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.